Kur Lauren, një nën shtatzan, vizitoi vajzën e saj të sëmurë që po vdiste, një dhimbje e parapritur e goditi në mes të natës. Frika e pushtoi ndërsa shqetësimi filloi të shtohej. Ajo shpresonte me dëshpërim që të mos ishte ajo që i truhej. Lauren dhe Zak ishin të dashuruar që nga fëmijëria, edhe pse misja e tyre nuk filloi pa probleme. Zak shpesh e ngacmonte Lauren duke bërë që ajo të mos e pëlqente. Megjithatë, gjithçka ndryshoi kur ai e mbrojti atë kundër një ngacmuesi në shkollë. Nga ai moment lidhja e tyre u forcua, duke u shndërruar përfundimisht në një marrëdhënie dashurie. Pas 9 vitesh lidhje, Zak i propozoi dhe Lauren me gëzim tha po. Ata shkëmbyen betimet e martesës të rrethuar nga familja dhe miqt, të etur për të nisur udhëtimin e tyre së bashku dhe për të ndërtuar një jetë të bukur si burrë e grua. Lauren dhe Zak ishin të etur për të krijuar një familje, kështu që filluan të provonin për një fëmijë me një herë pas dasmës. Që nga fëmijëria, Lauren kishte besuar se të mbeturisht shtatzan mund të merrte kohë. Një frikë e rrënjosur në historinë e saj familjare, pasi prindërit e saj kishin luftuar për 5 vite para se të kishin atë. Për çudinë e Lauren, vetëm një muaj pas dasmës, ajo filloi të ndjej keq dhe vuri re se i kishte munguar cikli menstrual. Ankthi filloi të shtohej. A mund të ishte tashmë shtatzan? Të nesërmen, e pa aftë për të hequr mendimin, ajo shkoi në farmaci dhe bleu një test. Pasi u kthye në shtëpi, ajo fut fshehurazi në një banjë me zemrën që i rinte fort ndërsa përgatitej të bënte testin. I thash vetes që nëse do të dilte pozitiv do të bërtisja aq fort, kujton Lauren. Menjëherë pasi bëri testin, Lauren mbylli syt. Disa minuta më vonë ajo i hapi ngadalë dhe pa një vit të zbet. Lauren mendoi se syt po e mashtronin, kështu që i hapi gjërë. Fatkeqësisht, ishte ende vetëm një vit. Ajo nuk ishte shtatzan. Lauren u ul në tualet dhe u përpoq të mbante lotët, por pak sekonda më vonë, ajo po qante pa kontroll. Kur Zak e dëgjoi, nxitoi në banjë dhe pyeti çfarë kishte ndodhur. Ajo i tregoi rezultatin e testit. E dija që do të kisha vështirësi për të mbetur shtatzan, i tha ajo burrit të saj, por ai e siguroi se gjithçka do të shkonte mirë. Disa ditë më vonë, Laura shkoi në banjë për të bërë një dush të ngrohtë dhe u ndje aq e trullosur sa nuk mundi të dilte vetë nga vaska. Zak e nxorri nga aty. Për disa ditë Laura ndjehej me të përziera dhe kishte nevojë të vazhdueshme për të urinuar. Zak e këshilloi të bënte një test shtatzanie, por Laura kishte frikë. Ajo i tha burrit të saj se do të priste edhe 2 ditë dhe nëse nuk i vinte cikli, atëherë do të bënte testin. Mirë po, ato 2 ditë u kthyen në 5. Në ditën e 5, Zak mori një test shtatzanie dhe ata shkuan në banjë për ta përdorur. Mos u shqetëso, edhe nëse del negativ, ne kemi edhe një jetë të tërë përpara, mirë, jemi bashkë në këtë. E siguroi Zak gruan e tij dhe ajo i buzëqeshi. Lauren bëri testin dhe e vendosi në tavolinë, me zemrën që i rrinte fort. Zak e përqafoi ndërsa prisnin rezultatet. Pak minuta më vonë, 2 vija roz u shfaqen dhe Lauren ishte aq e lumtur sa me zi merrte frym. 9 muaj më vonë, ata mirëpritën vajzën e tyre të bukur, Grace. Ajo ishte plot jetë, duke sjell gëzim të pafund për prindërit e saj. Duke dashur të shijonte çdo moment, Lauren la punën për të kujdesur për të. Më pas, vetëm 11 muaj pas lindjes së Grace, ata morën një lajm tjetër të mirë. Lauren ishte përsëri shtatzan. Gëzimi i tyre u kthye shpejt në shkatërrim 2 muaj më vonë, në mes të natës. Grace filloi papritur të dridhet dhe pastaj volli. Të alarmuar prindërit e saj dërguan me nxitim në spital. Të nesërmen në mëngjes, mjekët i përshkruan ilaçe dhe i siguruan se ajo do të bëjë mirë, por ata nuk mund të kishin gabuar më shumë. Menjëherë pas kësaj, çifti vuri re se Grace nuk mund të fliste ose të ecte siç duhej, dhe më pas një natë ajo pësoi një krizë. Prindërit e saj të friksuar telefonuan 911-ën dhe brenda pak minutash mbërrinti një ambulancë. Pasi arritën në spital, stafi dërgoi Grace në njësinë e urgjencës. Lauren dhe Zak ishin aq të friksuar. Ata ishin duke u përshtatur me një jetë të lumtur, kështu që gjëja e fundit që prisnin ishte një lajm i tmerrshëm për vajzën e tyre. Një orë pas mbërritjes në spital, mjeku i thirri në zyrën e tij. Ai dhe kolegët e tij dyshonin se Grace kishte një tumor në tru, por nuk mund të përcaktonin ashpërsinë e tij pa teste të mëtejshme. Pasiguria ishte e padurueshme, por ata nuk kishin zgjidhje tjetër veç se të prisnin. Po atë ditë, mjekët kryen një skanim MRI dhe u thanë çiftit të ktheheshin pas disa javësh për rezultatet.
Kur dita më në fund erdhi, Lauren dhe Zak hyn në zyrën e mjekut me një shikim në fytyrën e tyre që konfirmonte frikën. Grace kishte një tumor në tru, por ishte shumë më keq se sa kishin imagjinuar. Tumori ishte i paoperueshëm dhe mjeku paralajmëroi se ajo mund të ndorronte jetë në çdo moment. Pavarësisht dhimbjes së tyre, ata dëshironin një gjë, që Grace të mund të takonte vëllain ose motrën e saj më të vogël. Ajo gjithmonë kishte ndërruar të kishte një vëlla ose motër të vogël, madje kishte lënë më njanë lodrat për ta. Një fëmijë kaq i ëmbël e meritonte atë mundësi, por ndërsa muajt kalonin, shëndeti i saj progresoi dhe ata kishin frikë se koha po mbaronte. Sa shumë që prindrit e saj do të donin që ajo të qëndronte e fortë dhe të vazhdonte të luftonte. Ata e dinin se koha e saj pothuajse kishte mbaruar. Shpejt, Grace u transferua në Darien House Children's Hospice, ku infermierët e hospit dhe të kujdesit paliativ u kujdesën mirë për të. Lauren tani ishte shumë shtatzën dhe Zak kalonte pjesën më të madhe të kohës në hospice. Ata donin të ishin aty kur të vinte koha për vajzën e tyre që të ndahej nga kjo botë. Gjatë kësaj periudhe ndodhi diçka e pabesueshme. Rreth orës 4:30 të mëngjesit, Lauren ishte në gjumë të thellë në hospice, ku papritur ndjeu dhimbje të forta në bark. Kjo nuk do të kishte qenë shkak për alarm, por Lauren ishte 9 muaj shtatzan. Për të përkecuar gjërat, ajo tashmë kishte kaluar 8 ditë nga data e parashikuar e lindjes, kështu që natyrisht Lauren ishte shqetësuar. Apo afroi momenti i lindjes? Duke mos humbur kohë, një nga infermierët e dërgoi në spital. Megjithatë, sapo arritën atje, kontraksionet ndaluan, kështu që Lauren u kthye për të qenë pranë vajzës së saj të sëmur, duke menduar se episodi i frikshëm kishte mbaruar. Më vonë atë mbrëmje, ujërat e Lauren u kthyen papritur dhe hospice dhe ajo hyri në lindje menjëherë. Nuk ishte kohë për ta dërguar në spital, kështu që stafi i hospit përgatiti gjithçka që u nevojitej për të kryer lindjen aty. Më shkoi në mendje se mund të lindja, kështu që më sollën të gjitha gjërat e foshnjës, edhe pse u përgatitëm, nuk e mendoja se do të ndodhte, tha Lauren më vonë në një intervistë. Një nga infermierët, Louise Leach, u kujdes mirë për të deri në mbërritjen e mamis. Rreth orës 10:30 të mbrëmjes atë ditë, Lauren lindi një djalë të bukur. Ishte hera e parë në 24 vjet që hospice kryente një lindje, kështu që erdhi si një surprizë e bukur edhe për ta. Stafi ndihej i privilegjuar që kishte ndihmuar për të sjellë në jetë djalin. Georgina Cox, drejtoresha ekzekutive e Qendrës Speciale të Kujdesit, ishte veçanërisht e emocionuar për ardhin e tij. Lauren dhe Zak ishin thellësisht mirënjohës ndaj ekipit për trajtimin e gjithçkaje me kaq kujdes, por mbi të gjitha, gëzimi më i madh ishte të dini se Grace pati mundësinë të takonte vëllain e saj të vogël. Ata kapën momente të bukura së bashku dhe Grace nuk ndalonte së kërkuari të mbante vëllain e saj të vogël. Fatkeqësisht, vetëm disa ditë pas lindjes së Charlie, Grace ndroi jetë në paqe në qendrën e hospice. Jemi mirënjohës që ajo rezistoi aq gjatë sa të takonte atë. Ajo ishte kaq e vendosur dhe në sëmundjen e saj, ajo përballoi gjithçka me forcë të pabesueshme. Kjo nuk e shqetësoi fare, tha nëna e saj. Edhe pse familja e saj do të ndjejë mungesën, ata gjejnë ngushëllim duke ditur se ajo tani është në paqe. Përfundimi i kësaj historie prekse është një përzierje trishtimi dhe shprese që nxjerr në pa forcën e dashurisë familjare dhe qëndrueshmërinë përballë sfidave të mëdha. Pavarësisht dhimbjes së paimagjinueshme të humbjes së Grace, vajzës së tyre të dashur, Lauren dhe Zak gjetën ngushëllim në momentet e çmuara kur ajo mund të takonte vëllain e saj të vogël, Charlin, para se të ndërronte jetë. Kjo ngjarje e jashtëzakonshme, ku lindja e Charlit ndodhi në hospice, simbolizon një dritë shprese mes errësirës, duke treguar se edhe në çastet më të vështira mund të lindin mrekulli. Historia e tyre na kujton të vlerësojmë çdo moment me të dashurit tan dhe të gjejmë forcë në dashuri dhe bashkim, pavarësisht fatkeqësive që mund të sjellë jeta. Shpresoj që historia e sotme t'ju ketë lënë të ndjeni të frymëzuar. Jam vërtet e interesuar të di mendimin tuaj për këtë histori, kështu që ju lutem, mos hezitoni të ndani pikpamjet tuaja në seksionin e komenteve më poshtë. Nëse ju pëlqeu kjo video dhe e gjetët interesante, ju ftoj të abonoheni në kanalin ton për më shumë përmbajtje të ngjashme.